Projekti madh i Sorosit për Shqipërinë, cili është? Krijimi i Izraelit të ri të shoqërisë hapur në Ballkan. Që të bëhet një Izrael tjetër këtu. Po e dëgjove fjalin. Izraeli i shoqërisë hapur, jo Izraeli i Sionit. Ka diferencë shumë të madhe midis të dy Izraelive. Izraeli i Sionit është Izraeli i Netanyahut me dron, me raketa, me bomba, me genocid, me një jetë si thosh psikopatike dhe një çmendim të madh. Ti thua që këtu do jetë parajsa. Do jetë parajsa. Do jetë atyre që u kanë martuar në luftë. Kriza atje. Këtu do jetë vendi si thosh që nuk do ketë ushtri, nuk do ketë tankse, nuk do ketë topa, se s'do ketë me këtë luftar. Dhe nuk do të ketë po themi genocid. Sepse kur të vinë ata do ketë marrë genocidi. Është ky. Genocidin ja bëjmë ne vetes tonë. Pra, koncepti i agjendës shpopullimit Sorosit në Shqipëri nuk është bërë nga Izraelit. Është bërë nga shqiptar, që janë shabat gojimët e tyre. E pastrojnë për Shqipërinë, pastaj vinë ata. Ka vite që ata po blejnë, si thosh, troje, toka, po mbi gjitha objekte banimi, për të ekuilibruar dhe për të garantuar që këtu nuk do të ketë ulje çmimi, por vetëm ngritje çmimesh, apartamentesh, që çdo shqiptar pa harruar se mund të blej shtëpi, po dhe çdo kush që e ka të ketë arsye për ta shitur.